Sot është i 14, edhe deri me 28 në ora 12, nëse nuk kemi president, veni shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Do të thonë kanë me 2 javë ditë. 2 javë ditë, më pak se 2 javë ditë. Deri në 12 natës. A ka në lëvizje, a ka pas në takim mes jush edhe PDK-s, sepse zyrtarisht duhen në zyrtarët e lartë të PDK-s tanë që nuk erdh letra, pasi që keni kërku letër zotit Kurti, konkrete, saktësisht, se si do në me zgjedh këtë punë. A ka diçka, a ka lëviz diçka në këtë pjesë apo nuk ka? Po, me sa kam kuptu që sot kemi dhe aty parafërsisht sekretarja tha nuk kena një njoftim, nuk ka një kërkes dhe të vendose, nuk ka ofru ose nuk ka kërkuj për PDK-s çfarë të bëjmë të tje, ose të ofroj, ose të bëjmë një zgjidhje ose të vendos kandidat. Ku e di unë tash si kanë shku rrjedhat mbrana subjektit me sa e kom pa unë, ata kanë qenë jashtë për takime, kështu që zgjedhja e presidentit me aq sa kuptoj i duket e parëndësishme vetëvendosjes, sepse është e mjaftueshme në këtë garë vetiu, edhe kërkon po ashtu në një moment caktuar, në fund ta shoh rezultatin, sikurse e kishin edhe me zgjedhjen e kryetarës së parlamentit e tjerë herën e kaluar. Po, sido që të jetë, unë mendoj që ata duhet të ofrojnë, pavarësisht pranon apo s'pranon, pavarësisht ki kandidat apo nuk ki kandidat, apo do të del me kandidat. Nuk kanë ofru kërkesë, kështu që Partia Demokratike megjithatë duhet dalë me kandidatën, të thotë ky është kandidati jam. Pse s'po dini me një zgjatje të tillë zot Jasani? Po unë o strategji apo lënë si mundësi po doni me çu mesazh të zotit Kurtis, që jeni ty e menduar këtë punë dhe keni seriozisht. Apo gjithashtu keni maskarat ku po përgatitemi si menin drejt zgjedhjeve, edhe me fillu. Sot zoti Bajqinovci ma herët tani se shkojnë në zgjedhje, tha e din ku përfundon opozita, apo jemi në situatë që do menja për zgjedhje, po këshyri me zgjedh një fajtor, kush me mbajt faturën. Ato me sa duket janë në stres mbrana vetës. Prandaj vazhdimisht duke dashur të thonë ashtu që